Të dashur shqiptar, përse u arratis në Moskë Vimosten Budina, arkeolog shqiptar me origjinë nga Himara. Një nga arsyet që është arratisur është se me shaka, duke u tallur, ai u thot kolegëve të tij që emri i kalas së Borshit në Sopot e ka emrin nga qyteti i lashtë Menandria. Dhe gjoja ky qytet është përmendur nga Plini i Vjetër. Merrni me mend që Plini i Vjetër nuk është lexuar asnjëherë nga asnjë akademik i shkencave të Shqipërisë. Plini i Vjetër ka dalë në internet në latinisht në vitin 2010 dhe është përkthyer mbas vitit 2020 në anglisht. Dhe unë kam lexuar 37 librat e Plinit të Vjetër dhe në asnjë nga librat e tij nuk përmendet qyteti Menandria. Fjala Menandria është gjetur në Thesali ose Selanikun e sotëm dhe është gjetur si emër mashkulli, Menadru. Konsiderohej emër Pellazg para grek, pastaj doli që është gabim shtypi. Që ta keni parasysh, çdo libër shqiptar që del sot ka të paktën 18 gabime shtypi, çdo libër. Çdo revistë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e quajtur Iliria, po do të ishte Illyria, e botuar nga viti 1971 deri në vitin 2017, çdo numër ka të paktën 24 gabime dhe doja sjell unë të gjitha të shikoni. Pra çdo botim del me gabime shtypi. Dhe ishte natyrshme që një pllakë e shkruar në Thesali ka dalë me gabim shtypi. Pra, në vend që të shkruhet emri Menandru, gjinore e Menandros, është shkruar pa n, Menadru. Në literaturën greke, Menandros ka qenë një general i Aleksandrit Madh. Pashtu Menandros më herët ka qenë një shkrimtar i madh, adhuruesi i Dionisit dhe është diskutuar në literaturën greke nga vjen emri Menandros. Me etimologji popullore turbohelenët e kanë nxjerr fjalën Menandros nga meno, mbetem, banoj dhe andros, njeri. Në fakt vjen nga menos, i fort, i fuqishëm, dhe andros, njeri. Prapse është fjalë greke, tok fjalë është grek. Por kështjella e Borshit nuk është quajtur kur Menandria dhe nuk e ka përmendur Plini i Vjetër në asnjë nga librat e tij dhe nuk ekziston në asnjë vepër të asnjë autori të lashtë helen, romak, fjala Menandria. Nuk ka. Vimosten Budina është tallur me shqiptarët se Plini i Vjetër ka folur për një qytet i lirë, Manduria. Dhe është diskutuar shumë, fjala Manduria është fjalë ilire apo është fjalë helene. Dhe Plini i Vjetër thotë që mesapët ishin grek, flisnin dialektin graja. Këtë thot Plini i Vjetër. Manduria është emër i mesapëve në Itali, jo në Shqipëri. Nuk është gjetur ndonjëherë Manduria në Shqipëri. Pra ilirët flisnin greqisht, dialektin epik. Kështjella e Borshit nuk ka emër. Nuk është gjetur asnjë dokument, asnjë pllak me emrin e Borshit. Emri i Borshit vjen nga gjuhët slave dhe në gjuhët gjermanike ka kuptimin kthetra e ariut. Në Shqip, kjo është bima e repës. Dhe Borsh, në gjuhë slave, në gjuhën polake, se unë banoj në Poloni, bëjnë këta një lloj supe, borshi. Është një supë e kuqe, me repa. Edhe në Bullgari, i thonë borshit, pikërisht repës. Është fjalë bullgare slave. Edhe në Serbi. Borshi është qytet slav, që është ndërtuar pra nga slavët, mbasi ata
zhdukën ilirët. A çfarë gjuhë flisnin ilirët? Helenisht. Pra, Kështjella e Borshit nuk ka emër, nuk është gjetur deri më sot. Dhe Dimostheni Budina është tallur me shqiptarët. Ata kanë marrë seriozisht dhe sot e kësaj dite ekziston Kështjella Menandria. Dhe është ngritur faqja e internetit. Dhe të gjithë bota po tallet me ne, po tallet edhe me ministren digjitale Diella, që se ka zbuluar dot që emri i Borshit është me origjinë polake, bullgare, serbe, edhe emri Sopotit gjithashtu. Kjo është krahina e Sopotit, e Borshit. Por fshati Borshit vjen nga fjala rep, me gjuhën serbe, bullgare, ruse, ukrainase. Pra, Dimostheni Budina është tallur me shqiptarët sepse kjo quhet fjalë pellazge gjoja, dhe në fakt është gabim shtypi. Tani ne jemi me shumë fat që Dimostheni Budina e ka quajtur vetë Kështjellën e Borshit, Kështjella e Menandrit, ose Menandros, gjinja femërore Menandria. E ka nxjerrë nga koka e tij, nga një diskutim që është bërë në literaturën greke për këtë emër të gjetur në një pllak në Thesaloniki, në Greqi. Jemi me fat sepse mund ta kishte quajtur këtë vend Labiatan, buzët e organit femëror, fisi i lirë, mund ta kishte quajtur Penestai, do të thotë sklevri Dibran në Dibër, Penestia e Dibrës, fisi më i madh i lirë. Mund ta kishte quajtur Drilon, është krahina e Drilonit, do të thotë në greqisht organ mashkullor. Pra shqyr që Dimostheni Budina ka tall Drilonin dhe ka vënë një emër të bukur. Menandria është emër grek. Fuqia e njeriut. Përdorej nga Menandri për fuqinë e Dionisit. Ai që pret për Dionisin quhet Menandria. Grekët pastaj filluan të talleshin duke pritur për njeriun nga Meno dhe Andros dhe quajtur Menandrin virgjëresha me tallje që pret për burrin. Pra është emër fyes Menandria gjithashtu me nën tekst. Prisni ju shqiptar për burrin, ju virgjëreshat në tru. Shqiptarët janë të virgjën në tru, por jemi shumë fat që na ka zhvirgjëruar Dimostheni Budina. I falenderit Zoti Dimostheni për zhvirgjërimin e shqiptarëve. Tani që nuk kemi më të virgjër, tani e kuptojmë që Dimostheni Budina është tallur me ne. Por kjo tallje është shumë e rëndë, sepse Borshi është djegur nga grekët në vitin 1914. Shqiptarët gjejnë një kështjellë greke dhe pyesin një minoritar grek çfarë emri t'i vënë kështjellës dhe ai thot Menandria, virgjëreshe, prit për burrin, prit për Dionisin. Shqiptari Drilonis, Labiatanis, Bustrash në greqisht. Pra neve Dimostheni Budina na ka vënë emra si kur të ishim qenë. Pa emër, sepse Kështjella e Borshit është si emri i qenit, që nuk e di se çfarë emri ka, dhe Dimostheni si zoti i shtëpisë, ja ka vënë emrin Menandria. Por shqiptarët nuk e dinë që Plini i Vjetër flet për Mandurian, komplet qytet tjetër në Italinë e Jugut, dhe për ilirët që flasin dialektin graja, sipas tij, domethënë greqisht. Plini i Vjetër kështu thot. Tani e kuptoni se si kanë marrë emrat ilirët, një lloj si shqiptarët e kanë marrë emrin nga Dimostheni Budina, Menandria, kështu e kanë marrë dhe ilirët në Dibër, Penestai, kështu e kanë marrë Dardanët nga fjala mut në greqisht. Darda i thon mutit në greqisht.
Kështu e kanë marrë dhe drilonësit në drilon, i thonë organit mashkullor, kështu e kanë marrë dhe labiatanët në Shkodër, i thonë buzët e organit femror. Grekët vazhdojnë të tallen me ne akoma në shekullin e 21. Na quajnë ne virgjëresha. Menandria do të thot ajo që pret për burrin. Kështu jemi ne, virgjëresha në tru, po shqyr që na zhvirgjëroi Dimosthenë Budina, se ne do kishim mbetur të virgjër në Borsh. Sepse tokën e Borshit e dogjën grekët në vitin 1914. Ne gërmojmë dhe gjejmë një kështjellë greke aty dhe ju adhurojmë grekërve prap. Dhe në faqen e internetit për Menandrian në Borsh shkruhet që ky është qytet Pellazg, padyshim. Po si do të jetë tjetër veç se Pellazg, të zbuluar nga Elenis Kocakis. Nuk e di se ç'do të bëj unë me ju shqiptar, se unë e di që s'keni ç'a bëni me mua. Çfarë diplome do presun nga ata që janë të virgjër nga trut. Po ç'a do bëj unë me ju? Unë them se grekët mbasi në lloj periudhe do ju mbyllin juve në përkampe. Kjo do ndodhi shumë shpejt. Në ato kampet që ju keni ngritur për refugjatët nga Italia, do ju fusin juve grekët aty të gjithë, ta dini. Mirupafshim, virgjëresha në tru Menandria në filmat të tjerë shkencor.